Kryeministri Edi Rama mori pjesë sot në konkursin ndërkombëtar për shtëpinë e re të fëmijëve dhe kompleksin e inspektoriateve shtetërore. Zyrat e këtyre institucioneve do të jenë pjesë e një kompleksi të ri që është ende në fazat e para të idejimit. Arkitektët prezantuan projektet e tyre para një jurie ndërkombëtare. Në fjalën e tij, kryeministri tha se do të krijohen kushte tërësisht të reja për fëmijët jetim. Ai theksoi se Shqipëria është bërë tashmë një pikë referimi në botën e arkitekturës bashkëkohore. Në këtë projekt ne I hapim rrugë dy drejtimeve të reja për të ardhmen, duke krijuar kushte tërësisht të reja për fëmijët që janë në duart e solidaritetit të shoqërisë, jetimët, dhe njëkohësisht edhe për korpusin e ri të inspektoriateve. Dhe me këtë rast dua të falenderoj këtu kryeinspektorin që për 10 vite rresht drejtoi një institucion që lindi vërtet nga hiçi dhe u krijua nga e para dhe që sot është gati të bëjë një hop tjetër. Thënë të gjitha këto, dua t'i përgëzoj edhe të gjitha studiot lokale që janë këtu të pranishme si partner të studiove ndërkombëtare, sepse në ndërkohë që zhvillohen projekte, në ndërkohë që lidhen marrëveshje të reja, dhe në ndërkohë që Shqipëria është bërë një pikë referimi në botën e arkitekturës bashkëkohore si një vend ku ka një përqendrim të madh arkitektësh ndërkombëtar me shumë zë. Shqipëria është njëkohësisht edhe një universitet I hapur që I jep mundësi të gjithë arkitektëve të rinj shqiptar, që jep mundësi studiove të reja në Shqipëri, që përmes bashkëpunimit të drejt për drejt me këta mjeshtra dhe me këto studio të mëdha me plot eksperiencë të marrin dije dhe të përfitojnë eksperienca që nuk ka asnjë universitet apo asnjë praktik pune në një studio të huaj që t'i jep.